dhënër edhe ju nota thellësisht politike, sepse nuk kërkohet më vetëm anullimi i projektit në Zvërnec, por edhe dorëheqja e kryeministrit Rama. Po besoj, domethënë, protesta ka sjellë disa risi në këtë skenën tonë të zymt, le të themi, të pashpresë politike të para protestës, sepse ishte krijuar le të themi, një kontekst social ku njerëzit një pjesë e mirë, le të themi, e kishin humbur shpresën se këtu mund të lindi një reagim qytetar. Pra, edhe në biseda të lira mes njëri tjetrit shpesh diskutohet se ideja që shqiptarët nuk reagojnë më, ka vdekur nervi i social i reagimit, njerëzit janë të pashpresë se me një reagim të tyre mund të ndryshojnë gjë etj me radhë. Kështu që nga kjo pikpamje është bukur një lëvizje e tillë, për më tepër kur shikon edhe të rinj që janë në shesh, të cilët janë kundër le të themi arrogancës. Nëse do të gjija një fjalë për ta përmbledhur të gjithë reagimin, do të thoja që njerëzit janë mërzitur me arrogancën, janë të lodhur nga fakti që i forti në lagje apo në qytet apo ku diun se ku mund të kësa herë kanë me të fortin politik, kësa herë nuk ka dyshim. Sigurisht, por gjithmonë në këto lloj lëvizjesh ka një moment ku mbushet kupa dhe ku ka një moment vëllimi, le të themi, dhe kështu janë dhe rastet e ngjashme po të doni në rajon me Serbinë apo më tej se kaq, kudo ku ka patur reagime të forta qytetare. Është shumë herët ndoshta për të parë se sa do t'i ngjajë kjo protesta jon domethënë zhvillimeve të ngjashme që kanë patur në vende të ndryshme të Evropës apo të botës, pasi ende nuk jemi në një fazë ku mund të themi për një lëvizje të mirëfillt apo për një reagim të mirëfillt politik ku mund të spikasin, le të themi, leadership i ri, por jemi ende në një organizim qytetar deri diku spontan, me disa lëvizje të vogla të disa aktivistëve. Pra kemi një miks të interesant të njerëzve që kanë dalë për të protestuar. Është në vija të përgjithshme, pavarësisht se secili nga ne mund të kemi këndvështrime të ndryshme për mënyrën se si po artikulohen kërkesat, sloganet në protest, unë jam me idenë që ja t'ju japun një profesor një slogan proteste që më bëri përshtypje shumë.